Panairi I mirënjohjes në Amid dhe jashtme te Kinema Republika ka shënuar startin e aktivitetit Mësuesi prek përjetësinë, të organizuar nga zyra arsimore Nale Shkodër në kohët e 7 marsit, ditës së mësuesit. Në këtë ditë mesazhi I parë u dha nga drejtoria e ZVAP Shkodër, Brisela Kadia. Të jesh prind edhe të jesh mësues është një zgjedhje. E para është një zgjedhje që ne e bëjmë edhe për të mirën e familjeve tona, ndërsa të qenit mësues është një zgjedhje që ne të gjithë e bëjmë për të ndërtuar të ardhmen e shoqërisë tonë, për të ndërtuar të ardhmen e Shkodrës, por edhe të ardhmen e Shqipërisë. Të jesh nxënës, pavarësisht moshës edhe viteve të shkollimit, duhet jetë një detyrë për të gjithë ne. Mbase do duket shumë e çuditshme si shprehje, por secili nga ne ka pasur gjatë rrugtimit të tij me 10 mësues, traditën e të cilëve po e vazhdojmë edhe ne sot. Dhe pavarësisht se jemi mësues, vazhdojmë akoma të mësojmë, sepse ka shumë për të mësuar, edhe për faktin se arsimi jo vetëm ai shqiptar, po mbar kombëtar, po evoluon kohë mas kohë dhe ditë mas dite, edhe për shkak të ndryshimeve të shumta shoqërore që po përballet. Shoqëria jo vetëm shqiptare, por edhe mbar kombëtare. Ndërkohë për drejtorin e Darlezh, mësuesit janë të shenjtë. Sa herë që vjen 7 marsi, ne e urojmë njëri tjetrin, sepse kemi të drejtë të themi se dita 7 marsit është një ditë e shenjtruar, sepse të shenjtë janë mësuesit, e shenjtë është dia, dhe të shenjtë janë nxënësit. Po për tek sajt, unë kam 3 mesazhe, të cilët ju a them shumë shpejt. Të parin e kam për ish mësuesit që ndodhen në këtë sallë e për tek se salli. Vazhdoni të jepni kontributin tuaj, sepse ju jeni modele më të mira, që mësuesit tanë, drejtuesit tanë, ka mundësi të zgjedhin në punën e tyre. Ju të dashur mësues, vazhdoni dhe ushtrojeni profesionin tuaj dhe misionin njëkohësisht për edukimin e brezave, sepse ky vend ka nevojë shumë për dije dhe për njerëz të ditur. Dhe shpalosin gjithë dashurinë, mirësinë dhe përkushtimin tuaj, në mënyrë që të lini gjurmë të nxënësit tuaj. Dhe nga ana tjetër do të drejtojmë nxënësve, këtyre që kam pas vetes dhe ato që kam përballë. E respektoni mësuesin, e vlerësoni atë. Jo thjesht sepse ai është edukatori juaj, por është edhe prindi juaj I dytë, ashtu sikurse ne shpesh e themi me zemër. Në këtë aktivitet u vlerësuan nxënësit fitues në Olimpiadën kombëtare, teksa pjesë kulmore ishte ndarja e certifikatave të vlerësimit për të shprehur mirënjohjen për mësuesit që do festojnë 7 marsin e fundit pranë bankës të shkollës me nxënësit e tyre.